Segmenti i rrugës nacionale Qafbuall-Klos është kthyer në tmerr për të gjithë drejtuesit e mjeteve. Të gjithë ata që përdorin këtë aks rrugor për të udhëtuar drejt Bulqizës apo Klosit do të përballen me gropa të mëdha dhe deformime të asfaltit në segmentin e fshatit Klos-Katund. Kjo situatë është prej vitesh në këtë segment rrugor, pasi kompania mirëmbajtëse nuk ka bërë asnjë investim të qëndrueshëm, duke lënë aksin vetëm me mirëmbajtje rutinë të pastrimit të ferrave apo kanaleve vaditëse. Drejtuesit e mjeteve shprehin se kalimi në këtë rrugë është shumë problematik për shkak se nuk po investohet. Gungat e krijuara në të gjithë segmentin e Klos-Katundit e bëjnë kalimin e mjeteve të vogla thuajse të pamundur. Duke qenë se janë taksa pagues të rregull, drejtuesit e mjeteve kërkojnë që rrugës jo vetëm të hiqet bimësia e të pastrohen kanalet, por të kthehet në parametrat e duhur për të lëvizur çdo lloj automjeti, pasi është pjesë e rrjetit të rrugëve nacionale. Po rruga me thonë rruga cop. Jam një dipundor me imajtë shket, që kam për të bada me lapate. Me pastrojnë kanalet i kam pasur shketit, pra sa kanë musi, kush dërë nuk me. Pak të nga ure fshatit deri në dushkuq e punit. Pak të nga ure fshatit deri në dushkuq, se shefet vetë, e kanë prish kamionat të në. Kjo për pak gjanë ngelet jashtë loje. Sa herë po problem, vetëm shpresim ke Zotit se s'ka asnjë gjë më thoma tepër. Lekit rrugë se kjo është jashtë loje, po më thëmë për rrugë në Katunë, vërde, nuk ka rrugë Katunë, në Captunë, në mytë nuk hedhi makinë qakull, nuk i makinë. Kjo rrugë është përfaqet zes. Sa gropa, në prishën makinat. Kanë ardhë, kanë mbulu ca gropa me beton, se si mbulojnë gropat me beton këtu, vetëm këto të rrugore se bojnë, gjithsesi, ne paguajmë taksa dhe më në fund as rrugë s'kemi. Rruga, ku ka ma keq ma rrugë? Këtu, po ku taksa e rrugë s'ke. Këtu kështu me këtu, ka qish, se kanë hika qish o burojre këtu, se ka shumë njëri fare. Shka që pastrojnë ferë, mos, s'ka, po s'bone rrugën qa ferë, problemi është bëhet rrugë, këtë funksionale, si që ka këtë Europa, jo një rrugë të majnë të dhe t'i bërë rrugë këtë gjitha ne, fshatët e në cop, nuk punohet, nuk kalohet. Shtërë vëlla me asfalt, bëj një rrugë sot, rrugë bëje mot, e di që ka përfundu, jo kot, to përën kotër për minimin tim, ta bëjnë punë koti. Rruga është shumë e dobë, ta kënë makinat, edhe po shkatrojmë makinat në këtë rrugë që kemi këtu, është rrugë të bëjë shumë e vështirë, sa që edhe ne jemi shumë halëgji për të visë këtaj rrugë, rruga është bëjë shumë e vështirë. Ky aks rrugor nuk përdoret vetëm nga ata që qarkullojnë në drejtim të Klosit apo Bulqizës, por edhe nga banorët e disa fshatrave të bashkisë Klos.